dy familje islame që e falin njëra tjetrën hoxh dhe nuk kanë gjakmarrje, po ndoshta ka kalu vite që kanë qenë të mbyllur. Dhe pas disa viteve ndoshta e kanë falur, ndoshta ka dhe familje që se kanë falur njëra tjetrën. Dhe gjeneratat e reja, domethënë, tentojnë me u martu një djalë me një vajzë e këtyre dy familjeve që kanë probleme me zveti. Si e zgjedh Islami këtë problem? Fillimisht Islami e ndalon hakmarrjen, ata kanë bërë gabim fillim. Kur kanë nguju familjen. Të gjithë nuk është që ta shpjegoj me etapa. Domthonë me qenë familje fetare, ata e kanë ditë që është ndaluar hakmarrja. Ata kanë dashur me pas kaq nivel të dijes dhe të besimit në Zotin e Madhreshëm se hakmarrja është ndaluar. E para, e dyta, pse duhet të penalizohet familja? Ku e ka lexuar ky musliman ose ky njeri i kësaj bote që duhet me penalizu familjen? Nëse njani është kriminal në atë familje, njani, çfarë faji pas kanë gratë, vajzat, djemt, fëmijët që do të më nguju ata? Çfarë faji pas kanë? Me kanon shqiptar nuk ngujohen gratë, vajzat, fëmijët. Jo, më herët, po përkundrazi, më herët ky kanuni që na po e përdorim sot, që e kanë përdorur të kaluarën, ky e ka nxit hakmarrjen. Vrasjen, e ka nxit hakmarrjen. Tu tentu me prunë drejtësi, ka kriju pa drejtësi. Shumë interesante e mësjeni. Kjo tim e në veti, që se studiohet në shkenca komparative. Po më them kështu, tash, a ka pengesa që të rritë të dy familjeve ta kriju një jetë, por kundra zi, pse të me pos pengesa? Ata me një farfur me thej një barikatë, edhe i thujnë brezave të më hershëm se qëndrimi juj nda jetës tonë i gabushëm. Sepse pa të drejtë na keni mbyll, keni kriju hakmarrje, keni kriju një urrëtie gjeneratash, që është e panevojshme. Nëse fajtori është fajtor, pse të krijohet urrëtie gjenerata? Pse të rriten me barën, me ngarkesë të tillë për brezat e ri, kur ndoshta fati i jetës ka mi bën nesër edhe burrë dhe grua ata. Për këtë arsye Zoti i Madhërisht këto ligje kur i ka bën Kur'an, se thash në fillim ai e din të armën e njerit. Ai e din se ku përfundon jeta e njerit. Tash pse duhet të penalizohet në start kur ndoshta mas 10 vjetë Zoti i Madhërisht përpjek me një kader që ato do të bëhen miq mes veti. E çka më bën tash këtë rast? Për këtë arsye falja është shumë e rëndësishme që në fillim dhe hakmarrja nuk është opcion, e sidomos kur bëhen fjalë për ata që s'kan fajin jetën se bote. A thash në vitin 2000, statistika fundit që ka në vitin 2000 se ka la sot, edhe e ban publike BBC-a bile këtë emision, një ndërkombëtar ka bën analizë aty në Shqipëri, dhe ai ka në emision thot kur kam pa fëmijë për shembull që ka lind, edhe i ka bë 15 vjet pa dalë për shtëpisë. Po. Domethënë kjo është a mund me kontrësi kjo? A është në rregull kjo për shembull? Njerëz s'ka lind kur ka ndodhur konflikti. Pse ja keni adresu për shembull të keqën mëkatin atij që se ka bën? Çfarë faji ka ai? Ka lind pasi ka ndodhur aksidenti. Dhe tash e kanë penalizuar tani jetën, dhe penalizuar deri në fund jetës. Pra këto vendime patriarkale, primitive, nuk kanë vend në jetën e besimtarit. Sepse nuk është opcion më i duhur i jetës. Përkundërzi është një barë me të cilën njeriu ka me dekapituar fatin e jetës së tij. Po, kurse hoxh kur ka probleme të tilla, në fakt na nuk dim se me çfarë personi kemi has përballë. Ka momente që ndodh më e keqja dhe në fakt në nxehtësi e sipër edhe ai person që mundet me qenë shumë i mirë, mundet me reagu shumë keq që më pas i bjen pishmën. Në këto raste çka duhet me pas parasysh kur jemi në kulmin e rasteve matrona. Ekziston edhe kjo situatë, se ne jemi njerëz të përbërë prej ndjenjave. Mishit e gjakut. Pa dyshim. Ndoshta edhe më i miri, më i sinqerti, në momente të duhura s'u e kontrollon vetin. Po. Por nëse s'u e ka kontrolluar vetin dhe ka bë veprën, s'u ja ç'bëjna veprën. Do të ka bë gabimin. Tash çysh e menaxhojna. Normal, në fillim edhe ne kur ndërhyjmë për shkak mes njerëzve, i thonë takimin, mos e pas takim në fillim mes veti. Mos me pas mes vetin takim o fjala. Për sa kohë? Tash në varët për shembull njerëz që kalon këtë mesele, se na ju thonë edhe njerëzve shembull, se ti nisesh prej vetit. Nëse dikush të ka bën një zullum të madh aty për aty. Edhe ti don mas 5 minuta mu taku, nuk je në gjendje me diskututi. Po, e vërtet. Se të ka kapluar egoja, i dhimi, i nati, ku diçka, e njeriu është kriju i tillë subhanallahu. Allah e ka kriju njërin tillë. Që nxehet shpejt kanë pejgamber sa në momente të tilla reagon shumë shejtani. E nxit fort njeriu.
Me një farë forme nuk shet tjetër veç krimin. Veç të keqën. Veç opsionin e keq. Dhe ne kemi një rast që më ka thonë masi e ka bon veprën. Thot s'kam pa asgjë në këtë jetë përveç qasë mënyre. Masi e kam bon veprën, thot e kam pa që 99 rrugë tjera kanë qenë më të mira. Por ja që shejtani e ka mbyll rrugë tjera. Pra, i thujna, mos kontakto për momentin, që na ndërmjet hyjmë kontakto me zveti, na e përcjellim me mesazhin e tjetrit, derisa të vjen një moment dhe ti qetësohesh. Edhe ata silla mënyra e duhur, pejgamberi sa më ka thonë, kur të nxitesh për keq, thot të paktën thot bir shahadet. Pse shahadet? Sepse po thuhet në shkencë 15 deri në 35 sekondat janë të rrezikshëm. E ti kur thu shahadet e ndërpren çat keqën. Kur thua shahadu an la ilaha illallah. Truni tash të marr me diçka tjetër. O të ndërprej proceset asaj anës negative të shpirtit. Ka thonë thuj shahadet. E dyta, ka thonë mundësisht merr abdes. Pse? Sepse nxehtësia vjen pe zjarmit. E kush e shon zjarmin? Uji. Uje. E pse marr mi abdes? Sepse i stimulojmë me ujë pjesë e trupit. Dhe këto e përçojnë pastaj me një farë forme proceset deri te truni dhe truni qetësohet. Dhe është e pamundur. Nëse merr abdes një gjëna tilla, është e pamundur mos me mposht keqen. Sepse mas parë është abdesi është adhurim ndaj Zotit Madhreshëm. Dhe njeriu përmes saj adhuron Allahun. Dhe s'mund Zoti Madhreshëm nuk të lënë llosh ty nëse ti ke nevojë për Zotin në momente më vështira të mundshme. Ai është me ty, edhe është me durimtarin. Pra kalohet kjo, dhe pastaj do të pejgamberi sa mundësisht ulu. Pse ulu? Sepse ka shumë rol toka. Lidhja me tokën. Lidhja me tokën, se njeriu është kriju për materive tokës. Është prehni ku ti e kupton se sa do që të ngritesh nalt, përsëri në tokë bjen. Po. Dhe tash ty bjen në tokë, me një farë forme, edhe çështja tjetër mundësisht njeriu para se me marr vendim me i fal 2 rekate namaz. Edhe shet që mos ka hise shejtani aty në idenë e të gabuarës, dhe e dyta çelën por e tjera, rrugë tjera tjetër që janë më të mira, opsione më të mira se sa vepra keqe që mund ta bën njeriu në jetën kësaj bote. Po, ka transmetime hoq normalisht të ndryshme që pejgamberi jon ka falë dhe thatë që ka falë edhe gjëra shumë trana. Mundesh më na ilustru? Po, pejgamberi sa për gjëra më të mëdha që ka falë për shembull njërin i cili ka qenë shkaktar dhe i ka vdek vajza petina. Dhe pejgamberi sa më ka falë. Domthon, po niset për një gjë më të rëndë të mundshme. Shpirti. Domthon, për asaj që është pasuria më e madhe që mund ta posedon njeriu në këtë dunjë. Fëmia. Dhe pejgamberi sa e fal. Pejgamberi sa ka fal njëri që me vite e ka torturuar. Edhe ka thonë ja fali. Pejgamberi sa ka fal njëri ku e ka pa tu ja shkoç barkin antarëve të familjes. Edhe ka thonë falë kitë Zoti Madhreshëm. A mund e bën njëri një të tillë? Ka shtu e para mendu. Me donë, a shef sa është e rënë kjo? E rënë, po. Jo vetë, domthon, kjo është shembulli i pejgamberit. Dhe shokët e pejgamberit kanë thonë, pejgamberi alsam asnjëherë në jetën e vet s'është hakmarr. Edhe gjithmonë e ka zgjedhur më të lehtën të mundshme. Edhe nëse ka pas mundësi me hakmarr, e ka zgjedhur më të lehtën të mundshme. Pra kjo është falja.